Dhe shumë po më intereson gurbetçarët, çka mendojnë për Kosovë? Me çfarë rrugë kishte më mirë Kosovë? Unë i kam sallonit këtu bukurisë në Belgjik, dhe këtu vetëm te frizer ka minimum shkojnë 200 euro minimum anë mujtë. Ani dhe mos kesh, s'po kesh. E Kosovë, ma merr me që ma shumë. 400, 450. Më tash për nuse për shembull, shumë ashtu. Më varet tash për investimit, për shembull, nëse do të shumë me investu në atë person normal, shkojnë si një vetur kur do të me rregullu. Sa ma bukur që do të mu dok, rritet. Të na Kosovë gratë më thonë ditë shumë investim. Ma shumë se shtëpia. Po, në fatë mirësisht shumica prej tyre pikryjnë shpenzimet e tyre vetë, kështu që. Po, shqyr që i kem. Faleminderit. Për mua 1.000 euro do të më konë minimum për një person, kurse do më thonë për 2 persona 2.000 euro, edhe shpresoj që në 4 vitet e ardhshme me zotin Albin Kurtin do të bëhem këtu. Patjetër. Dhe ju do të ktheheni në Kosovë. Unë kam provu 3 herë më këthin Kosovë për me hapi sa të bukur atje, por nuk desh ta marrë jam bërë bukën atje frizer atje, ata është ma hi por rikë. Po ju jeni vetë frizer? Po, vetë bashkë me nusin i kem 2 sallone. Po, sa mirë. Po, ndryshme, më thonë qytetet e më të mëdha që janë në Belgjik, por... Po besoj që jetoni me shpresin që keni më kthy në Kosovë. Po thëmë, më drejtën, unë e kom pasë 2 herë, më thonë, 3 herë, e kana bu, më thonë, më këtu, e kom morë edhe lokalin në Prishtinë krejt, por të rruga marrën fejza, por më thonë drejtën edhe në Kosovë, që ratë shumë shtrajtë. Për shemë, atje kam pas morë, ka qenë 800